kemi as për ta mbështetur, por as nuk e dënojmë. Pra janë E tha zoti Beqa pak më përpara, unë përdora një shprehje që e kemi shqip tërhiqem ose kut, pra as herë duken afër, e herë duken larg, e nisa me atë që duke afër, e ti ma mbylle me atë që nuk ban qëndrim. Është tipike, diplomacia italiane, unë të paktën nga eksperjenca punës, shumë gjëra bëhen sikur nuk thuhen, bëhet sikur kuptohen, dhe ka shumë fjalë kur ti nuk kupton asgjë në atë çfarë thon. Është tipike e tyre për të ruajtur pikërisht atë linjë diplomatike të një diplomacie e cila është shumë herë dhe altalena, po si thuash lëkundet sa ndej këtej. Por megjithatë nuk jam shumë dakord me ato që dëgjova në studio kur thuhet se Bashkimi Evropian apo nuk është kaq i fortë apo është mos përfillës. Unë mendoj se BE-ja është e fuqishme, pavarësisht se nuk do ta shfaqë këtë fuqi të saj pikërisht në këtë moment. Mos harrojmë se pasojat e luftës vendet, çdo vend apo çdo qeveri vendantar i BE-s e vuan tek vota elektorale, sepse vota elektorale përkthehet në atë çka janë pasojat e luftës në jetën e përditshme. Dhe prej 28 shkurtit kur nisi ky sulm, të paktën unë këtu në Itali jam dëshmitare, siç mund t'jeni edhe ju në Shqipëri, ku çmimet e karburantit janë super të ngritura. Kur çmimi i energjisë ka rrezik të shkojë mjaft në stratosferë, ku çmimet e sa shritur nafta apo karburantin. Ka shkuar ke hera e parë që ka ndodhur që nafta të jetë më e lartë se sa benzina verde për shembull. Ka shkuar mbi 2 euro. Sa është tani? Mbi 2 euro. Mbi 2 euro. Po thuaj sa që jemi edhe në kështu. Po, ne 1.85 ka shkuar po. Po thuaj se 2 euro. Në rregull, por Shqipëria nuk është vendantar i BE-s. Dhe ne kemi një standard i cili respektohet në gjithë territorin e BE-s. Dhe ne këtu nuk kemi pasur kur që petroli, nafta të jetë më e lartë se benzina. Nuk ishte ndodhur kur. Dhe kemi brenda 3 ditësh ka arritur në një çmim jashtëzakonisht më të lartë se sa benzina. Benzina është ke 1.6, 1.5, 1.6, ja 1.7 nuk e shkuar sot, se në fundjavë shkon. Pra, strategjia e këtyre vendeve anëtar të BE-s duhet parë dhe në këndvështrimin e asaj çka prodhon konflikti, që nuk është në brenda territorit, po prodhon jo vetëm për popullsinë, por edhe për elektoratin, për votën e gjithçka tjetër. Pra kujdesi i tyre është edhe në këtë këndvështrim. Pasi dhe politika italiane konkretisht ata po reagojnë, qeveria po reagon edhe me një paketë për të kuptuar, për të reduktuar spekullimet në rritjen e çmimit të karburantit, spekullimet në rritjen e çmimit të energjisë, spekullimet në rritjen e çmimit të produkteve të shportës. Prandaj mendoj se edhe i mëshoj faktit se BE-ja nuk është e dobët, pse nuk pëlqen të marrë të ketë një pozicionim qartë në këtë luftë kaq të komplikuar. Ne besoj dhe zoti Beqa kishte dobët në pjesën e menaxhimit situatës gjeopolitike, po një replikë se do ta përshëndes se kemi edhe zotin Kiri që na pret. Nuk është replikë, po besoj po themi të njëjtat gjëra. Natyrisht që BE-ja ka shumë vështirë të mbajë një qendrim pro luftës për shkak këtyre dy gjërave që thamë, çmimet e karburanteve dhe rreziku i emigracionit, është krejtësisht normale. Përveç asaj nuk është edhe luftë e BE-s, kjo është luftë e Izraelit, të them. Europianist, e dua shumë Europën, më shumë se çdo gjë tjetër, por më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se çdo gjë tjetër në pikpamje gjeopolitike. Por dhe Europa nuk është e dobët. Europa është një gjigant i fjetur. Problemi i Europës është kriza e leadershipit dhe kriza e vendimarrjes kohezive. Dhe kjo reflektohet në çdo vendimarrje që bëjnë, dhe ky është problem. A është i zgjidhshëm? Këtu jam shumë dyshues nëse është e zgjidhshme për shkak të strukturës politike që ka Europa, por ky është një diskutim tjetër. Nëse mund të shtoj vetëm një element të një lajmi të fundit që sapo ka dalë në fakt, është që ka filluar një lloj përplasje ndërmjet ushtrisë amerikane dhe asaj izraelite, sa i përket objektivave të goditjes në Iran. Dhe një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane i ka thënë një gazetar i cili është ndër gazetarët më të besueshëm në këtë konflikt dhe që është hebre, Barak Ravid, që ne kemi këshilluar ushtrinë izraelite që të mos bombardojë rafineritë e naftës.
na kanë njoftuar paraprakisht që do i bombardojnë, por ne nuk e kemi ditur që do jetë në një shkallë të tillë kaq të gjerë. Kjo është shumë interesante. Nuk besoj që është sepse nuk është e plot, sepse unë po e ndjek, ndoshta ju në studio dhe më keni mundësi ta ndiqni, nuk është e plot, ta përfundoj, është shumë e vërtetë ajo që thoni, lajmi sapo ka dalë, por shtoj dhe diçka tjetër, se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar këtë sulm, pasi thonë që nuk kishim synim të godisnim objektiva të cilët cënojnë popullsinë civile, furnizimin e tyre etj. etj. Pra për ta bërë më të plot E kanë fjalën për rastin e 181 vajzave që u vranë nga goditja izraelite në shkollë. So bërë çështje shumë. Jo, e kanë për një barkë petroliere që është goditur pak çaste më parë. Tani, sa i përket industrisë së naftës, është me të vërtet shumë e rëndësishme për të ndaluar tu sepse... për të dëgjuar dhe zotin Beqi dhe pastaj të përshëndes, dakor? Jo, nëse duke qenë se është pjesë e së njëjtës gjë? Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës si druhen një kundërreagimi kundër rafinerive të naftës në rajon. Ky është problemi themelor në këtë rast. Dhe ata nuk kanë dashje të hapin precedentin se Irani tani do ndjej fushë të lirë veprimi për të goditur rafineritë e naftës në rajonin e Xhirit dhe kjo mund ta eskalojë në maksimum dhe pastaj është e pashmangshme kriza e çmimeve të karburanteve. Dhe parashikimet sipas ministrit të energjisë së Katarit shkojnë minimalisht $150 për fuqi, çka do thotë mbi 2 fishim të çmimeve të energjisë, çfarë e bën të pashmangshme depresionin ekonomik. Dhe do na duket gallata ajo që kemi parë në 2008 në kriza financiare, nëse ky skenar shkon drejt përmbushjes. Alba Kepi, dua të falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë informacionet dhe të këtyre sekondave të fundit që na i solli në studio. Faleminderit edhe një herë. Edhe pse ne përpiqemi me këto telefonat tan her pas here, madje duket ndonjëherë keq që i përdorim, por jemi tërkohës koherent sepse unë nisa dhe në hyrje duke thënë që jemi duke diskutuar për zhvillimet të cilat ndryshojnë apo zhvillohen moment pas momenti. Shumë e rëndësishme edhe informacioni që na dha Alba Kepi. Ndërkohë, do kemi mundësi që të lidhemi pas pak edhe me kolegun Tim Kiri nga Britania për ta parë pak edhe situatën me Starmer. Zoti Beqi, si e the për zotin Starmer që është në situatën më të pa pozicionuar? Nuk ka si më përkufizove? Krejtësisht ambivalente qëndrimet e tij. Jo si politikan. Se politikani pretendon që të marrë veprime politike. Kam përshtypjen që reflekton situatën e Britanisë së Madhe, nuk është vetëm çështja e Starmer, po është situata në cilën gjendet Britania e Madhe. Një aleat tradicional i Shtetit Bashkuara të Amerikës, i cili gjithmonë rreshtohej në mënyrë të pakushtzuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kushte të reja tani më, ku është e shpërfillur për të mos thënë më shumë, nga ana e Shtetit Bashkuara të Amerikës, dhe që nga ana tjetër kërkon një rreshtim pa kushte në mbështetje të saj. Mos ndoshta kjo telefonat do ndryshojë shumë gjëra. Meqenëse kam zotin Kiri, bëjmë lidhje të shkurtër me të dhe pastaj përmbyllim së bashku këtë panel për mbrëmjen e sotme. Zoti Kiri, zoti Kiri, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, mirë mbrëma, faleminderit juve. Jemi në pjesën e dytë ku e zhvendosën vëmendjen tek Europa. Trump me një gjuhë her pas here të fortë ndaj liderëve të BE-s, me sa duket që i zbut dhe jashtëpërson tonet në momente të caktuara. Pak minuta përpara se të hynim live në studio, pati një telefonat dhe zyra e